Tregu i pronave në Shqipëri për një rritje të shpejt, veçanërisht në kryeqytet. Aktualisht jemi në Paskuqan, një zonë me perspektiv zhvillimi. 1 metër katror ndërtimi i ri në këtë zonë varion nga 1.100 deri në 1.200 euro. Paskuqani është vërtet që është një nga zonat që ka marrë fokusin më të madh të klientëve blerës të shtëpiave të para ose të atyre të investitorëve, dhe nëse do krahasosim me 1-2-3 vjeçar të kaluar, ky interes sa vjen e shtohet. Çmimi aktual ku flasim jemi ndërmjet 1.100 dhe 1.200, 1.250 euro për metër katror, dhe është një çmim i cili gradualisht ka ardhur dhe është rritur në themi në afate kohore 3 mujorëshe. Unë kujtoj 2023-in, kur fillum për të parë me fjalë të kishim tullat e para në Paskuqan, sepse Paskuqani shuhej për shtëpia private individuale, dhe në 2023, 2022 janë marrë lejet e para, 2023 ka filluar implementimi i objekteve të para. Aty çmimi varionte nga 800 deri në 900 euro metër katror, dhe me thënë vërtetën e shifshim të vështirë të bindnim njerëz për të ardhur në Paskuqan, dhe duhej një arsye shumë e fortë për t'i thënë të vinin këtu. Tashmë nuk kemi më ne që thrasim, por janë kërkesat e shumta, telefonatat e shumta, që për ditë, çdo ditë më shumë, kemi familje të reja ose dhe investitorë me një vizion larg pamës që duan të kenë një investim të tyre të sigurt dhe jo t'i majnë lekët nëpër banka. Pritet të ketë çmime akoma më shumë në rritje për shkak të kërkesës, sepse fundi fundit çdo gjë është në relacion dhe në balancë. Nëse kemi kërkesë të madhe, çmimet rriten, sepse nëse vin 5 persona për një apartament, për të njëjtën tipologji, normalisht që dikush ofron më shumë dhe ky çmim rritet në mënyrë shumë të natyrshme dhe shumë të pranueshme pastaj.